Vjoj me pikën tjetër të rendit ditës, pika e 4, interpelancë me Kryeministrin e Republikës së Shqipërisë, zotin Edi Rama, kërkuar nga deputetja Jorita Tabaku. Interpelanca kërkohet bazuar në nenin 8-10 të Kushtetutës dhe nenin 96 të rregullores kuvendit. Kryeministria ka deleguar zhvillimin e kësaj interpelance ministres së Ekonomisë dhe Inovacionit, zonjës Delina Ibrahimaj. Qëllimi i interpelancës është të jepen informacione dhe shpjegime lidhur me funksionimin e korporatës shqiptare të investimeve mbi mënyrën se si administrohen dhe zhvillohen pronat publike përmes saj, si dhe mbi garancinë që qeveria ofron për transparencën dhe mbrojtjen e interesit publik në këtë proces. Fillojmë duke respektuar minutazhin e përcaktuar në nenin 96 rregullores. Zonja Tabaku, keni drejtën për të parashtruar interpelancën 7 minuta. Zonja Tabaku, fjala për ju. Zoti Bardi, për procedurë, urdhroni. Faleminderit, zoti kryetar. Juve cituat nenin 8-10 Kushtetutës, por nuk cituat përmbajtjen e nenin 8-10 Kushtetutës, që thot se kryeministri është i detyruar të përgjigjet interpelancave të kërkuara nga deputetët. Kjo përgjegjësi kushtetuese e kryeministrit është e padelegueshme, zoti kryetar i kuvendit. Që pari na thatë që duhet ta thrisni kryeministrin seancë sipas procedurave. Ja, pra e kemi thirrur. E kemi thirrur të përmbush një përgjegjësi kushtetuese që është llogaridhënia ndaj kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Dhe këtë përgjegjësi, ne nëse dua ministren në interpelancë, di me emrin e ministres, di me dhe pozicionin, mund të kërkojmë dhe ministren. Por ne nuk kemi kërkuar ministren, kemi kërkuar kryeministrin. Dhe nuk ka asnjë nen në Kushtetutën e Republikës Shqipërisë dhe në rregulloren e kuvendit që i jep të drejtë kryeministrit që të delegojë detyrimin kushtetues që ka për t'ju përgjigjur interpelancave në kuvendin e Shqipërisë. Zakonisht, zoti Peleshi, delegohen të drejtat. Kryeministri nuk e ka të drejtë llogaridhënien kuvend. E ka detyrim dhe detyrimet nuk delegohen, po përmbushen. Prandaj, zoti kryetari i kuvendit, ju duhet të ndërprisni seancën dhe ti kërkoni qeverisë, kryeministrit në rastin konkret, që të përmbush detyrimin kushtetues që ka ndaj kuvendit të Shqipërisë. Interpelanca është një mekanizëm kontrolli që deputetët e ushtrojnë ndaj pushtetit ekzekutiv. Nëse kryeministri e konsideron veten mbi kuvendin e Shqipërisë, në hierarkinë kushtetuese dhe mënyrën dhe sistemin kushtetues që Kushtetuta jonë ka përcaktuar për qeverisjen, e ka përgjegjësi të vijë të jap llogari në kuvend. Tani ju nuk mund ta kaloni me një fjali që kryeministja ka deleguar ministres. Sepse ne nuk kemi kërkuar në interpelancë ministren. E përsëris, po dua ministren, e kemi thirrur, do ta thrasim përsëris sa herë të çmojmë që ajo do t'i jap llogari kuvendit. Në rastin konkret kemi ftuar kryeministrin e Republikës së Shqipërisë. Tani, zoti kryetar, a keni mundësi, ka mundësi, ju lutem, të respektoni Kushtetutën dhe rregulloren e kuvendit? Kushtetuta ju detyron të sillni këtu kryeministrin. Nëse nuk e sillni dot, duhet largoni ju. Zoti Bardi, tashmë kjo është një praktik edhe e bazuar në ligj, padyshim, dhe do ta shpjegoj, të lutem mos më ndërpri. Edhe bazuar në ligj, por edhe tradit shumë vjeçare në emër të kryeministrit, kur çmohet e arsyeshme, e nevojshme, interpelanca delegohet në një ministër tjetër të kabinetit. Baza ligjore e kësaj, e kemi diskutuar dhe herë tjetër, është ligji për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave, i cili i jep të drejtën kryeministrit të delegojë detyrat të caktuara të tij për ministrat e kabinetit. Kështu që nuk është e vërtetë ajo që thotë se jemi në shkelje të Kushtetutës, absolutisht, dhe nuk është as era e parë dhe as e fundit. Citova edhe ligjin
Po patjetër e keni kërkuar dhe interpelanca do të bëhet nga ministrja në emër të kryeministrit. Pra do të përgjigjen pyetjet që janë të adresuar për kryeministrin dhe në emër dhe në përgjegjësinë e tij. Ju lutem, e kemi ezauruar të diskutim shumë herë. Ju e interpretoni në këtë mënyrë, ndërkohë Parlamenti, Kuvendi i Shqipërisë në të gjithë legislaturat e veta, paktën sa mund të mbajmë mend, e ka respektuar këtë të drejtë të ligjit, të organizimit dhe funksionimit të Këshillit të Ministrave. Ju lutem, dëshirat janë një gjë dhe ligjet janë një gjë tjetër. Zona Tabaku. Po nuk i përcaktoni ju cilat janë drejtat që mund të delegojë dhe cilat jo. Kush e thot? Jo, nuk thot që është e padelegueshme e drejta për interpelancë. Zonja Tabaku, ju lutem. Zonja Tabaku, do ta bëni parashtrimin e interpelancës? 7 minuta? I kam dhënë fjalën zonjës Tabaku. Pra s'mund ta ndërprisni. Po ja kam dhënë pra fjalën. Ja kam dhënë fjalën. Ju mund të zgjidhni mos e merrni fjalën, po unë ja kam dhënë fjalën. Do flisni nga vendi? Nuk ke kërkuar fjalë procedurë, keni të drejtën të bëni parashtrimin e interpelancës 7 minuta. Për këtë ja u kam dhënë fjalën. Sepse ja kam dhënë zonjës Tabaku. Po s'mund ta marrësh në mes të fjalës së zonjës Tabaku. Po s'ka nisur, për mua ka nisur sepse ja kam dhënë fjalën. Ja kam dhënë fjalën. Mikrofoni është funksional. Shumë faleminderit për vlerësimin tuaj, zoti Bardhi. Po bëjmë më të mirën pikërisht për të mos e bërë qesharak kuvendin.